Këshilli i Bashkisë Islame në Gjakovë sonte me rastin e muajit të Ramazanit shtroi iftar për qytetarët e komunës së Gjakovës, ku morën pjesë anëtarë të partive politike, institucione në Gjakovë e besimtarë të shumtë. Valon Myrta, kryetari i Bashkisë Islame në Gjakovë, duke falendëruar të pranishmit, tha se Ramazani është muaj i begatisë dhe bashkon njerëzit pa dallim. Për këtë muaj që vetëm ju begatohet, më lejoni që t'ju kujtoj vetëm një thënie të një ditë të lumtur në kohën e profetit alayhi salatu wassalam. Muhamedi, si se dini, alayhi salatu wassalam, kur hyri në Medinë kërkuan nga ai një fjalë rasti, si përshëndetje. Dhe ai gjithçka tha ishte kjo: o njerëz, shtroni bukë për njëri tjetrin, përhapni selamin, përshëndetjen që të afroheni. Faloni edhe natën kur tjerët janë gafil, nuk e kujtoj, nuk e përmendin Zotin. Ju garantoj se do t'jeni në parajsën e Zotit të gjithë në preje. Në këtë iftar në Gjakovë ishte edhe myftyrë i Kosovës Naim Ternava, i cili foli para të pranishmëve. Ne duhet jemi gjithëherë krenar që i takojmë këtij dheu dhe i takojmë këtij kombi, sepse kjo ka qenë dhe është dëshirë e vullnetit madhit Zot Xheleshanuhu, duke pasur parasysh se neve kemi dinin e të madhit Zot. Përkasim Islamit në shumicë, mi po respektojmë dhe nderojmë edhe besimet e tjera të vëllezërve dhe motrave tanë, duke ruajtur në vazhdimsi kompaktësinë, duke ruajtur në vazhdimsi vëllazërinë dhe bashkarisht duke i quar para proceset për të cilat ka nevojë shumë bendi ynë dhe kombi ynë. E pas iftarit u bën lutje nga imam të Këshillit të Bashkisë Islame të Gjakovës. Në emër të Zotit, përmishët e bezdishëm,